Kam të ftuar në një intervistë Ervin Kapaj, i cili disa kohë më parë ishte pjesë e Ferma VIP, por tashmë është eliminuar dhe edhe pse është eliminuar, sigurisht që jeta vazhdon dhe është një fizioterapist mjaft i njohur. Ervin, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve, mirë se u gjeta. Ervin, si e ke parë Fermën pas daljes tënde dhe dinamika që po ndodhin atje? Për pjeku pak të shkëputem, por prap nuk të le ajo ndjesia që do të shikosh çfarë bëhet. Më bëhet pak qefi që është prishur ai grupi i lirit, që ishin 14 veta kur e gjeta, nuk e di sa ishin gjithë bashkë dhe kushdo që vinte e ngacmonin ose eliminonin ata që beshin me Mozën. Këtë kam vënë dhe shikoj që ata që ndjeshin sigurt kur unë futa tani kanë humbur atë sigurinë e tyre, atë kënaqësinë që mund të bënin çdo gjë, po janë kundër ato themelet edhe e vuajnë edhe ata qëndrueshmërinë aty. A mendoni se Iliri është faktor të Ferma, pra qasje në sjelljet, dinamiket që ka sjell, është një faktor apo thjesht është ai personazhi, ai fermeri që i duhet Fermës? Mendoj që gjithmonë duhet të ketë dy pole, që mund të jetë i mirë ose i keq. Mendoj që është një personazh që duhet Fermës. Është një personazh që ndikon turmën, ndikon të tjerët, punon gjithmonë rrogoz dhe i ndikon të tjerët dhe ata nuk e kuptojnë. Edhe është dhe personazhi ai që ai personazhi ekselent ose ai personazhi që na hipnotizon të gjithëve siç është Moza. E njëjta gjë përjetova edhe unë aty dhe isha afër saj dhe nga ajo energjia e saj, nga gjithë dituria e saj, nga formimi, nga ajo që transmetonte, nuk kishe si mos të hipnotizoheshe. Dhe kjo ishte gjëja më e bukur e shtëpisë, ajo që unë kam përjetuar aty. Kalimi i kohës me të, bisedat me të mësoja nga ajo, ta dëgjoja, po edhe ta ngacmoja me ato mendimet që unë kisha. Sepse në fundja unë isha vetvetja dhe doja edhe unë të ndaja eksperiencën time, formimin tim, duke diskutuar, jo duke qenë thjesht pjesëmarrës, po duke qenë protagonist. Dhe kjo ishte ajo që bëra ato 2 javë që unë qëndrova. Normali që ajo qasja që unë pata me Mozën ishte një qasje fiziologjike. Më pëlqeu shumë mënyra si u lidha, intelekti, dhe ajo kohë që unë qëndrova ishte shumë e bukur me të, por unë doja të njihja edhe personazhet e tjera dhe në një moment duket që unë u shkëputa nga Moza për të njohur të tjerë, sepse ata më kishin izoluar dhe duke dashur të bëj llojen time, doja të njihja dhe duke i njohur krijoja atë idenë e karaktereve, kur të debatoja çfarë të thosha. Kjo ishte ajo që ishte formuar në atë shtëpi. Kurse tani kanë ndryshuar dinamikat edhe grupet janë të kundur, disa janë forcuar, disa janë dobësuar dhe duket është evidente. Si e keni parë sjelljen e fermerëve ndaj Moza Ahmetit? Po është një sjellje që nuk më pëlqen fare si është ajo qasje, nuk e respektojnë personazhin që është. Nuk më pëlqejnë ofendimet, se ne mund të debatojmë, po gjithmonë mund të bëjmë debate konstruktive pa ofenduar tjetrin, pa e lënduar deri në atë pikë sa ajo ta ndjej. Dhe duket te ofendimet që janë bërë që sado ajo është një njerëz shumë i fortë, ka kaluar shumë jetë, po prap e vuan, edhe duket te impakti kur i bëhen këto lloj ofendimesh që janë shumë të tepruara, shumë të egzageruara. Dhe nuk i bën vetëm nga meshkut, po i bën edhe nga femrat, nuk e kanë fare atë solidaritetin që duhet të kemi me femrat. Dhe shpresoj që ajo kur të dal nga shtëpia të vazhdoj këtë miqësi që krijova me të, sepse unë i kam premtuar që kur të dal do t'i shoh edhe partnerin që ajo ka, sepse ai ka gjithmonë nevojë për fizioterapi, për trajtime dhe unë ja kam thënë Llafit që kur të dal do ta vizitoj dhe do t'i jap ato trajtimet e nevojshme që ai ka, që gjithmonë janë të vazhdueshme. Dhe duhet ta vazhdoj këtë miqësi që kisha aty duke e njohur, duke u shoqëruar dhe duke mësuar nga ato përgjigjet e thjeshta që t'jepte për ato situata ndërlikuara. Sepse fundja kjo është Moza. Në një situatë që mendon se nuk ka dalje, ajo të jep një zgjidhje shumë të lehtë. Çfarë pe ndryshe tek Moza nga banorët e tjerë? Pra çfarë ishin disa karakteristika që shihet te Moza që nuk i shihet te banorët e tjerë, qoftë në sjellje, qoftë në
veprime, qoftë në vendime, qoftë në mendime. Moza është enciklopedi dhe do të shikojmë që ajo nuk është vetëm ka anën letrare ose të studimit që gjithë thonë. Ajo ka dhe jetesën, domethënë ajo është dhe pragmatike, dhe lexuar, dhe në teori, ka dhe energjinë. Ajo përshtatet me 20, me 30, me 40, me të gjitha moshat arrin të përshtatet, arrin ta kuptoj, ta lexoj dhe nuk e kuptoj këtë lloj qasje që kanë shumë duke sulmuar ose duke mos e pranuar. Ndërkohë, qëndrimi pranë saj të mëson shumë, të mëson shumë dhe të jep të jep njohje për ta vazhduar lojën, të jep një mundësi që të futesh në lojë, duke qenë ose me atë ose pa atë, po gjithmonë ajo është epiqendra aty. Dhe të gjithë nuk e kuptojnë, po përpiqen ta sulmojnë edhe ta sulmojnë me disa sulme që nuk denigruese, që kjo nuk më pëlqen fare. Besoj se e pat Prime-in e kaluar dhe ajo çfarë ishte një lloj, po themi, kthese, ishte edhe aludimi që qoftë edhe nga analistët, por qoftë edhe nga disa fermerë bën ndaj Mozës se ka një pëlqim ndaj Eldionit. Ka pasur dhe zora në fakt edhe ndaj teje që kanë aluduar për një afrimitet të Mozës për ty, pra duke qenë pjesë e fermës atje. Çfarë mendon kur dëgjon këto aludime? Moza është një shpirt i lirë, duke qenë një shpirt i lirë ajo bën atë në bazë të ndjesive. Po unë për shembull marrëdhënia ime me të ka qenë gjithmonë marrëdhënie shoqërore, respekti dhe na bashkonin ato bisedat intelekti që ishin aq të thella dhe kuptoheshin. Ajo gjithmonë vuan aty bëna që të ketë një lloj personi që ta kuptoj dhe ta zhvilloj intelektin e asaj duke krijuar biseda, situata që të gjithëve ne na pëlqejnë dhe pikërisht dhe unë tani kur jam dalë jashtë dhe shikoj bisedat që kam patur me atë janë shumë të bukura, janë shumë të thella dhe është ajo pjesa që më mungon më shumë. Dhe gjithmonë ka qenë raport miqësie, respekti, por edhe loja. Edhe ne kemi luajtur aty duke bërë jemi çift, duke bërë tjerëve për t'i bërë si tip xhelozie në kuadër gjithmonë të lojës. E gjitha kjo ka qenë sepse dashuria e Mozës ajo e thotë aty e përsërit her pas here që është Leo. Ose Karol, siç ma tha emrin mua, që është nga Polonia. Kurse me Adionin ajo ka patur një miqësi që nga fillimi i lojës dhe unë e shikoja që ajo i pëlqente miqësia, shoqëria me atë, shakat me atë, sepse Adioni her pas here, me ça kam kuptuar dhe shikoj tani, gjithmonë ai kur vinte dhe te Moza merrte fuqi, merrte vëmendje. Edhe ai vinte nga rrëdhënia për shtëpi, po përsëri vinte te Moza, kërkonte atë debatin sepse atij mungonte ai debati, ajo shakaja që kishte me atë, ai humori, sado që ishte në një njohje me Olën. Nuk më pëlqeu ai shpërthim që patën ato ofendime, për mua ishin shumë të tepruara, ishin shumë të rënda, nuk e di çfarë e gjeti, çfarë besoi Adioni që arriti aty. Po ajo gjithmonë është në lojë dhe krijon situata dhe nuk mund ta gjykojmë që gjithë këto aludime që bëjmë për të është thjesht një lojë dhe ajo të jep mundësinë që të afrohesh, të ndihesh mirë dhe çdo lloj mashkull ose femre që ka një intelekt do ta donte praninë e Mozës afër. Kostana, mendoni që është realisht e sinqert që i del krah Mozës apo le të themi ka një strategji për të marrë vëmendje duke parë se qendra e vëmendjes është Moza? Nuk e kam ndjekur shumë Kostanën ose nuk jam përpjekur që të shkëputem pak nga ai realitet aty, sepse edhe mendja ime ishte mësuar dhe kur dola pata pak vështirësi ta ambientohesha me jetën jashtë. Po kam parë që ata e njohin lojën dhe kur futen në një pikë din si ta luajnë dhe din të menaxhojnë situatat sepse e njohin dhe Mozën dhe Ilirin dhe grupin tjetër. Ato që bëri Kostana mendoj që i ka bërë sepse i ka ndjerë dhe e ka mbrojtur në mënyrë pa patur në një interes, se fundi është futur në mes lojës dhe dim që Moza është në krye. Ajo ka bërë atë që ka ndjerë dhe më pëlqeu që e mbrojti, më duket se dëgjova diellë po ishte në krah të Mozës dhe kjo më bëi qefi sepse edhe Moza në fund është një person që ka nevojë për ndihmë. Siç është Bujaka i ri afër, po sado nuk i jep atë intelektin që ajo ka nevojë, se Moza aty ushqet, duke patur një person që diskutoj, të flas edhe shlodhet kur ajo transmeton atë që ka brenda.
Bujaka nuk e bën këtë dhe duke ardhur Kostana, mendoj që nëse arrin të krijonte të marrëdhënie siç e kishte me mua ose me Adionin në fillim, do t'i bënte shumë mirë. Sepse dhe ajo lodhet duke mos patur afër njerëz. Dhe po të shikojmë shpesh herë ato diskutimet që bënte me mua ose me Adionin ose me një banor tjetër i bën me Ilirin tani. Dhe Iliri vetë e kërkon dhe Iliri e dëgjon ato vicat e thella që bën Moza, që është një kënaqësi dhe është një shklodhje për turin. Ka pasur përplasje edhe me Zhakun, e cila është futur së fundi, madje kanë shkuar deri aty, le të themi, sa ka pasur aludime qoftë edhe brenda fermës, po edhe jashtë fermës, që Zhaku ka pasur ose ka një lloj lidhje me ish burrin e Mozës. Si e konsideroni këtë lloj përplasje dhe këtë lloj detaje? Pra, ka diçka të vërtetë në të mes apo është thjesht në atë thuazën e lojës? Nuk e njoh jashtë, nuk e njoh jetën jashtë të Mozës ose të Zhakut. Unë thjesht njoh ato që shoh aty dhe nuk më pëlqeu ajo përplasje, sepse fundja kur je aty brenda në lojë të cilës situata nga jashtë nuk do ishte e pëlqyeshme dhe mendoj që dhe Moza nuk i pëlqeu ajo situatë dhe ajo me çfarë kurare ndjente Zhakun që në fillim që nuk e kuptonte që kishte mike apo e kishte kundërshtare. Edhe në fillim ajo aludonte që nuk po e kuptoi këtë personazh. Edhe kur ndodhi ajo përplasja edhe kur e pash atë pjesë nuk më pëlqeu, them drejtën, se pash që edhe Moza u lëkund. Edhe Zhaku është futur, nuk arrit ta kuptoj personazhin e saj sepse ajo sulmon, po bën shumë zhurmë dhe zakonisht personazhet që futen mes të lojës nuk i pëlqej shumë siç u fut edhe unë. Sepse futen e din lojën dhe përpiqen t'i sulmojnë të gjithë. Dhe nuk është fair, nuk është e drejtë sepse ata janë aty dhe kanë një muaj e gjysmë që janë, edhe sado që të jenë personazhe negativ ose pozitiv, ata e kanë bërë lojën dhe e kanë sënë deri një farë pike. Dhe nëse do ishte për shembull një qasje siç e bëra unë, që futa gradualisht, pa shkuar me shpatë dhe duke qelluar të gjithë. Se duhet kemi një respekt për ata lojtarë që janë aty që nga fillimi dhe e kanë çuar në lloj niveli. Çfarë do kishe bërë ndryshe tani që e ke parë, po themi, momente nga jashtë, nëse do ishe futur dhe njerë te ferma VIP? Pra, duke pasur parasysh çfarë ke parë jashtë me situata çfarë ka ndodhur brenda. Çfarë do kishe ndryshuar? Të them të drejtën, me atë impakt që unë po shikoj jashtë që kam te njerëzit, me atë lloj respekti, dashamirësie që më japin, nuk e di, jam shumë i lumtur dhe nuk e kuptoj as vetë çfarë kam bërë kaq mirë që më respektojnë dhe më shkruajnë mesazhe pafund, klikime pafund dhe jam shumë i lumtur dhe them unë ky jam dhe në jetën e përditshme, nuk është se isha ndryshe në lojë. Ndoshta duhet të kisha studiuar lojën, se di, po ta kisha studiuar do isha sjell njësoj, se unë pikërisht kur u futa e kam parë shumë pak dhe pash vetëm që ishte dy personazhe, që ishte Iliri dhe ishte edhe Moza dhe thash do ndikojmë nëse futem dhe dua t'i njoh aty. Ndoshta duhet isha pak dërguar pak më i sert, nuk e di, po natyra ime kjo është që mos të ofendoj njërin, ndoshta njerëzit duan që të jesh të krijosh debate ofenduese, mund të themi denigruese, por kjo nuk është natyra ime sepse një gjë që nuk dua të ma bëjnë, unë nuk e bëj. Normale që dhe unë reagoj nëse më ofendojnë në disa pika që unë nuk i përballoj, si çdo lloj njeriu dhe unë prej gjaku jam. Çfarë do kisha bërë? Ndoshta do kisha vetëm një plan më të detajuar, më të saktë, sepse unë zakonisht ja lë momentit, ja lë situatat, ja lë t'i vendos me ndjeshmëritë e mia që kam, dhe pikërisht ishte ajo që bëja unë aty, që përpiqesha t'i afroja të gjithë. Unë në ato kohë sa isha aty bëra shumë dinamika, edhe e kam thënë edhe aty. Nuk ka rëndësi sa kohë ri, po sillesh në atë periudhë. Me aq pak sa ndejta dhe lash aq shumë gjurmë, më pëlqen shumë kjo gjë që kam bërë, se ka personazhe që rinë një muaj e gjysmë dhe nuk kanë lënë fare gjurmë, janë pasiv. Ndoshta me Lirin do isha treguar më kujdesshëm, se ishte vetëm një personazh që unë nuk analizoja deri në detaje, duke e njohur nga jashtë, jo se kam shok të ngushtë ose vëllai, e njihja dhe gjithmonë debatoja me atë dhe tërhiqesha dhe isha më i butë se ç'duhet me atë. Ndoshta më do të isha treguar më i sert, ato debatet që bëja me të, jo se do ndrysha diçka, po ti mbaja një qëndrim, mos ta afroja, sepse ai kishte një gjë që më afroi, më thoshte unë të kam në zemër, unë të kam shok që nga jashtë, edhe kjo gjë përfitonte nga mua, nga kjo mirësia ime. Dhe kjo kam kuptuar që ndoshta jam më i mirë se ç'duhet dhe ndonjëherë me persona duhet të kem më shumë kujdes, se fundja nuk mund të dilja nga loja, mund të shkoj në minim, po nuk e prisja këtë pabesi që më bëri ai duke më çuar në minim, kjo më bezdisi.
Dhe nuk e prisja dhe pikërisht më dhej një periudhë që unë isha stakuar, distancuar nga Moza dhe përpiqja të afrohem me personazhet e tjerë. Dhe në atë moment që më çoi në minim u ndjeva bosh, se nuk isha as me një grup dhe as me grupin tjetër. Dhe isha vetëm tash si më ndodhi kjo, se pikërisht aty po përpiqja të krijoja dinamika dhe të isha protagonist, jo të isha në ndikimin ose të Lirit ose të Mozës, sepse duke qenë protagonist edhe del ai personazhi që ti je dhe do të jesh të bësh lojën tënde. Dhe pikërisht aty ngela as në një krahun tjetër dhe ndoshta kjo më penalizoi. Dhe nuk më pëlqente shumë, për shembull, shikoj komente kur u shkëputa ose kur votova Bujakën që më thoshin që spion. Po sfundja çfarë spionova unë aty, se aty kam 24 orë dhe nuk dija çfarë bëra që spionova. Unë thjesht votova në atë moment me mendimin tim, duke qenë se Bujaka në atë periudhë po merrej me mua dhe unë nuk merresha me atë dhe thosha stop, mos u merr me mua. Ndoshta do kisha bërë një diçka tjetër, të kisha votuar Ilirin. Por ato 2 ditë më qep Bujaka dhe s'minte rac, edhe në atë moment u bllokova dhe votova atë. Dhe fundi e shikoj që Bujaka ka një zemër të madhe, siç unë e mendoj, dhe të pastër. Por i mungon ajo pjesa e dialogut dhe komunikimit edhe që ta ndihmonte Mozën, po edhe atë, që ta shpete veten si personazh, si karakter. Ervin, po dalja e Olës nga ferma dhe përplasja që pat me Arbana Osmanin, si erdhi deri aty sa ajo të bënte atë lloj shpërthimi dhe e ka në natyrë, po themi atë lloj shpërthimi Ola, pse në vetvete nuk është se duket se është gocë pa botë, pa argument, pra pse duhet shkonte deri aty, apo ishte nuk e di, ishte një lojë që e bëri gabim ajo, ishte presioni që ajo mendonte se ka nga familjarët, çfarë kishte? Ndoshta unë në fillim Olën e njohfa dhe shikoja që ishte një vajzë që kishte botë, mund të botë debatojë me të lexonte, kishte. Po ndoshta nga që ishte, unë kur e pash në shtëpi dhe kur e takova në fillim, ishte ajo goca më e llastuar aty. E shikoja që ishte përkëdhelur, gjithmonë ishte në prime e para, kishte ato veshjet të bukura, ishte modele dhe ky vetpëlqim ndoshta e çoi që kur unë ndodh në një moment vështirësie ose sulmi reagoj në atë lloj mënyre. Kjo mendoj që e ka pezulluar dhe është gjetur në atë vështirësi. Thjesht ajo periudha që ajo ishte njohje me Adionin dhe ishin gjithmonë në qendër të vëmendjes dhe kur u kthye kundra një situate vështire, reagoi në atë lloj mënyre dhe kjo e ka penalizuar. Nuk mendoj që ajo është e tillë në jetën e përditshme, por situata i ka shkritur dhe ka reaguar në atë lloj mënyre. Kush e fiton ferma VIP? Normale, kush e do të fitojë? Duhet ta fitojë dhe mendoj që ka fituar Moza, nuk ka diskutim aty për ta diskutojmë këtë temë. E ka fiton Moza dhe pikë, dhe duhet ta fitojë. Ervin, ja ka vletur futja në ferma VIP e jotja? Me çfarë po shikoj tani dhe me atë që kanë përcjell me njerëzit, unë ndonjëherë bëhem pishmend ta kisha impenjuar dhe më shumë ta kisha vazhduar, sepse nuk ka ditë që unë nuk takoj njerëz dhe thonë që ti je ai shembulli që ne duam. Je ai shembulli që inspiron njerëzit, je ai djali që ka nevojë shoqëria jon. Dhe këto vlerësime që më vijnë për ditë dhe më bëjnë më përmbushin, më bëjnë të ndihem më mirë, më bëjnë të shtyj përpara dhe ta them me krenari për personin që unë jam. Kjo më pëlqen shumë tek gjithë eksperienca. Normale është një eksperiencë që kush e provon është fat ta kesh përjetuar, ta provosh dhe të shikosh intelektin tënd, njeriu që je dhe si i përballon situatat kur vetë në një vend që si njeh asnjëri dhe nis nga zero. Sepse atje nuk je Ervini që je në jetën e përditshme, po je një Ervin që nuk je asnjëri dhe duhet fitosh prapë terren, respekt dhe të arrish të bësh një lider ose të pretendon për të fituar. Ervin, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit juve.